Ndërsa tani të dashur miq do të flasim për një temë vërtet të ndihshme, për një temë për cilën ne kemi folur në vazhdimsi, jemi munduar që të bëjmë fushata vjedisuese nga organizata të shumta në mënyrë që njerëzit të vjedisojnë dhe të thonë stop mjaft më, por siç duket nuk po ka të ndalur. Po flasim për dhunën seksuale ku rast të freskët kemi edhe vajzën nga Kumanova, e cila është shantazhuar dhe është ngacmuar seksualisht dhe jo vetëm nga burra të shumt. Të gjitha këto dhe për këtë fenomen vërtet të tmerrshëm ne do të flasim në kuadër të magazinës Bonbon bashkë me psikologën Bardha Gurdovci, por që në të njëjtën kohë do të kemi pjesëmarrëse edhe sociologën Bahtije Sulejmani Kërçeli. Bardha, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për ftesën. Një fenomen që nuk po ka të ndalur. Pse po ndodh kjo, Bardha? Nuk po vedisohemi mjaftueshëm apo ku po çalojmë si shoqëri? Mirë, kjo vërtet është një fenomen i frikshëm, i tmerrshëm dhe shumë i dhimbshëm. Unë mendoj se sado që po mundohemi të vetëdijsohemi, prap po mbetet një çalim në shoqëri. Ose njerëzit nuk po i marrin seriozisht fushatat kur po bëhen kundër, domethënë me përvetësimin e këtyre gjërave, është pak se e trashtë me thonë, po disa prej tyre edhe nuk po dojnë me i marrë, nuk po dojnë edhe me kuptu faktin që një person tjetër nuk do të përdoret në asnjë mënyrë nëse ai nuk don. Sidomos vajzat. Tashti për këtë rastin në fjalë është vërtet një rast që ku edhe fjalët që fliten janë të pakta. Do të thënë për me shpreh dhimbjen, çka përjeton një femër ose një mitur në këtë rast gjatë kësaj periudhe. Do të thënë, kjo përveç se asaj si individ është edhe në shoqëri shumë e tmerrshme, sepse çka po tregojmë na si njerëz, ku po mbetemi na si njerëz, a kemi ende ndjenjat e njerëzve, me të vërtetë, janë pyetje të vrashta dhe të dhimbshme me i pyet, po shpeshherë edhe po na kalojnë në përmendje se çka po bëjmë ne. Po i kërës përdorim fëmijët, po i kërës përdorim femrat, në përgjithësi ka edhe rëndësi, mosha, njerëzit në përgjithësi ka dhe burra që janë prej këtyre gjërave. Ku edhe në këtë rast, ndoshta edhe në këtë rast edhe pse po flitet me të vërtet për një të mitur, por në këtë grup mundet ndoshta edhe personat që kanë qenë pjesë e kësaj grupe ndoshta kanë qenë të shantazhuar dhe ata nuk po i kemi ende informatat, mase i kemi të mangëta, nuk po dim çka të them, por gjitha këto mund të hyjnë në këtë ombrellë të dhimbshme. Ajo çfarë është e dhimbshme, Bardha, konsideroj është edhe fakti se shumë edhe po heshtin. A duhet heshtur deri në këtë mas? Fiks, kjo është tjetra, se disa, ne po flasim për vetëdijsim, por janë disa grupe, nuk janë të gjithë. Nëse shikojmë, tash normal, në çdo shtet, çdo vend të botës, nuk mundet gjithë populli gjithmonë të jetë prezent dhe të delë nëpër media apo rrjete sociale apo kudo të flet për vetëdijsimin. Domethënë disa prej tyre ndoshta edhe kanë frikën të folin për të. Disa ndoshta edhe kanë trauma, të cilat nuk i kanë shëruar me veten. Disa ndoshta lartçoftë edhe i kanë përjetu, edhe zgjedhin të heshtin për arsye se është e dhimbshme. Disa edhe vetëm e anashkalojnë sikur, okej, është një gjë që po i ndodh dikujt tjetër, jo mu, inshallah, se ajo shprehja populloze, inshallah mu nuk kam ndodh. Po nuk e din. Nesër mas nesër a ndodh ty, a ndodh mua, a ndodh fëmijët tënd, tënë apo kujdo. Domethënë, heshtja pse po zgjidhet ka shumë mikse, është një farë mystery, si quajnë gjuhën angleze, që edhe ne të shëndetit mendor po mundohemi ta gjejmë, po mundohemi të punojmë rreth saj, por ende është në përpunim të sipër. Ka raste kur shpesh herë, jo ka raste kur edhe viktimat ndihen më fajtore se sa vetë abuzuesit në këtë rast. A është kjo ajo që ne folim pak më parë, ka të bëj heshtja, frika, paragjykimi më pas? Po, këtu hyjnë shumë gjëra. Numër 1 është që kur një person, ose një mitur, ose kushdo përjeton dhunë, sidomos dhunë seksuale, truni, domethënë shkon në freeze mode. Domethënë flat and freeze që e quajnë. Domethënë që kompleks shtangohesh dhe trurit nuk funksionon më, edhe trupi nuk lëviz më. Kjo është një gjë që mund të ndodhë. Tjetër është që kur një person, kur një person, domethënë që kur një person përjeton dhunë seksuale, truni, domethënë shkon në freeze mode. Domethënë flat and freeze që e quajnë. Domethënë që kompleks shtangohesh dhe trurit nuk funksionon më, edhe trupi nuk lëviz më.
Këtë, dhe me thanë gjatë aktit, mund ta kesh përdorin, dhunuesit sikur se po ka qefet. Jo, është vetëm që trurit e shtangon trupin, dhe me thanë edhe ngrihesh edhe nuk din çka me bëma. Sepse truri aktivizon atë pjesën që të mbrohemi, po si të mbrohemi, kur jemi komplet në frikë edhe ma nuk i kontroll ndaj trupit tënd. Tjetra është, dhe me thanë, janë stigmat janë shumë të mëdha, paragjykimet janë shumë të mëdha, fatkeqësisht ende sidomos në rrethin tonë. Që në këtë rast, ndoshta për ata edhe viktimat ma përpara heshtin, se sa që qohen dhe flasin për të dhe kërkojnë ndihmë për shërim. Dhe me thanë që është një zinxhir shumë i gjatë, sepse kjo viktim, kjo vetë se vjen, dhe me thënë gjërat nëse nuk shërohen vinë të përkeqësu. Edhe çka bëjmë, ne si shoqëri, po i mbrojmë dhe me thënë dhunuesit për ata dhe dhunuesit marrin një farë lloj guximi, cilin nuk duhet, absolut nuk akseptohet me asgjë. Edhe nuk duhet të ndodhë, por e marrin këtë guxim sepse kërkush nuk po flet. Prap viktima po fajsohet. Dhe me thënë që në këtë rast i bie që vetëm për arsye të mbrojtjes të vetë viktima, edhe të ikjes paragjykimeve, po ndodhen edhe heshtjet. Po në këtë rast më edhe mshme është që edhe rrethi, shoqëria, po e zgjedh heshtjen për shkak të stigmave, sepse po zgjove ti me e përkra, atëherë ajo pjesa e popullit do të filloj të bëj gisht ka te, ose ato pyetje të zakonshme, kush jeti me mbrojt këta, çka po të duket ty vetja, jo, nuk është që unë jam dikush, unë thjesht jam një njeri që kam ndjenja edhe po mundohem të dal krah dikujt që për momentin nuk ka zë dhe nuk ka asnjë përkraje të mundshme. Thjesht po dojmë të dhëmë kurajo të gjithë njerëzve, edhe uroj që asnjëherë të mos i ndodh askujt kjo dhe uroj të zvoglohen këto raste ose të zhduken fare. Po në këtë rast, dhe me thënë, kushdo që bje prej më mirë është të zgjohet të flet vetë, po të flet për të. Edhe të kërkon ndihmë, sepse nuk është faji i tyre. Asnjëherë nuk është faji i viktimës në këtë rast. Asnjëherë. Më e dhimbshme, ndonjëherë është edhe fakti se kemi raste kur edhe krijohet një lloj mosbesimi nga viktima për jetimet që ka pas. Krijohet një gjë e tillë nganjëherë. Absolutisht. Pse vjet e humbja e besimit, sepse në këtë rast, kushdo që ka qenë ai person që ka bë, ose në këtë rastin konkret, kanë qenë më tepër se një person, diku rreth 17 veta, edhe një prej tyre ka qenë familjar. Ne si kur qenje njerëzore, dhe me thënë, besimin më të madh ne kemi tek njerëzit tanë, tek familjarët, duke fillu për prindërve edhe familja e gjerë. Dhe me thënë, janë ata të cilët ne gjithmonë e gjejmë prerjen, mbrojtjen, besimin, dashurinë, e tjera. Tash në këtë rast, nëse një person i tillë nuk ta them besimin dhe të dhënon deri në këtë pikë, normal që ti ma nuk kemi besu askujt. Po qoftë edhe një person që nuk e njeh fare, do të vetëm njerëz jemi, kur thehet besimi, për ata edhe ma nuk mund, është shumë e vështirë të kthehet vetë besimi, sepse ai person dihet komplet i pavlerë, që është komplet e padrejtë. Shumë e dhimbshme. Bardha, por cilat janë shenjat që tregojnë se një person ka nevojë për ndihmë profesionale, sidomos kur bëhet fjalë për trauma të tilla që përjetojnë? Okej, traumat zakonisht në pas ngjarjeve të mëdha, siç janë dhunimet, luftat e tjera, quhen post-traumatic disorders, dhe me thënë PSD, dhe me thënë të cilat duhet shërohen, normal, me njëherë në pas ngjarjeve, po disa njerëz nuk kanë mundësi, edhe disa edhe e kanë frikën. Tash, cilat janë shenjat e para? Shenjat e para janë mbyllja në vete, mos komunikimi me rreth, mos dalja në shoqëri. Një person është të kohën në ankth, të kohën në frikë, të kohën e ka të ndjenjen që diçka e keqe do i ndodh. Edhe e shes që të kohën që do piset që bëhet me ta, gjithmonë fillon çaj, dridhet, ndoshta edhe nuk çan, po dridhet, ka frikë, edhe nuk don të përballet me askënd. Por e para shenjë është mbylla në vete, dhe më thënë, kur komplet mbyllet edhe refuzon edhe të del jashtë të takoj shoqëri, qoftë edhe me dikën që ndoshta çdo herë ka ndajtur për para.
Zakonisht sa zgjasin proceset e shërimit, Barta? Apo është çështje kohe? Është çështje kohe dhe varet, rastet të gjitha janë të rënda, kuptohet, por zgjatja e kohës varet gjatë procesit si shkon, sa aksepton klienti, në këtë rast sa mundesh edhe ta bindësh klientin që të besoj ty dhe të shkoj tutje me shërimin, por gjitha traumat marrin kohë bërgjë të gjatë të shërohen. Fatkeqësisht shansat janë gjithmonë të përsëriten, urojmë që jo, por gjatë procesit munden të përsëriten nëse një gjë e ngjashme i ndodh gjatë jetës, që gjithkujt mund të ndodhë ndoshta edhe ndonjë aksident i ngjashëm, nuk do të thënë që ta përjetoj të njëjtën histori, por mund të ringjallën gjithmonë traumat, ne i bëjmë më të mirën dhe mundohemi sa më shpejt që ta shërojmë, por zakonisht u marrin kohë më të gjatë, por për momentin nuk mund të caktoj çfarë kohe, sepse varet prej rastit të klientit. Barta, po sa jemi vëdësuar që, po e marr shkas këtë rast, por edhe në përgjithësi po flas, ta duam afër psikologun, ta kemi në jetën tonë. A kemi ardhur deri në atë pikë që e dim rëndësinë e psikologut dhe nëse kemi ndonjë shqetësim, diçka që nuk mund ta ndajmë me të tjerët, të shkojmë ta vizitojmë dhe në këtë rast edhe lehtësojmë veten ndoshta, por edhe mund ta shërojmë në të njëjtën kohë. Fatmirësisht, për tash kanë filluar njerëzit të vëdësojnë rreth çështjes së psikologut, sepse deri tash ka qenë një stigmë psikologu, domethënë psikologu ka qenë po shkove te psikologu je i çmendur. Paragjykimet kanë qenë shumë të mëdha, edhe psikologët janë pa sikur një vend ku vetëm njerëzit e çmendur shkojnë. Fiks, po. Po tash kanë filluar gradualisht gjeneratat e reja, por edhe disa më të vjetra të vëdësohen se psikologu nuk është do e mas një person ku duhet shkosh kur arrin atë kulminacionin e mos mirëqenjes të shëndetit mendor, por mund thjesht shkosh të bisedosh edhe si me një shok. Në këtë rast, shumicën e raste unë kam qef edhe t'ja shpjegoj sepse ne gjithë kemi shoqëri, kemi familjar, po ka njerë edhe i kursejnë në disa gjëra për arsye që mos i lëndojmë, mos nihen keq, mos mendojmë se ne jemi keq, atëherë ke psikologun, mundesh të flasësh lirësht me ta, sepse nuk e ke ndoshta edhe e ke një shok, po jo ashtu si në vend ku mund të flasësh lirë, shumë thjesht, tham unë. Dhe me thënë ta konsiderojnë se është një shok ku mund të rrëfejesh edhe mund dështë të jep këshilla profesionale, qoftë nga për arsye akademike ose nga eksperienca e tyre që kanë pas me njerëz të tjerë. Barta, unë do doja nga ju një këshill për fund, për vajza, për gra, për meshkuj, për burra, që ndoshta kanë hezitim, frikë, mbajnë frikë në vete dhe nuk arrin që ta ndajnë me të tjerët. Heshtim pra. Cila do t'ishte këshilla juaj? Këshilla ime më e drejta që mund ta bëj tash është që heshtja nuk zgjedh asgjë. Zëri yt është më i fortë se sa gjithçka tjetër, dhe asnjëherë mos për ulen para një eksperiencë kaq të rëndë, sepse çdo zë që bëhet, vetësimi ngritet dhe ndoshta zëri yt e shpëton dikën tjetër, edhe veten dhe dikën tjetër. Të më thënë, heshtja nuk është zgjedhje, ngritë zërin edhe në momentin kur nuk ke fuqi. Barta, një mesazh shumë i bukur për me përmbyll këtë bisedë sot. Faleminderit shumë. Faleminderit për ju.